Atëherë dashur, kam në studio Uri Metemin, apo siç njihet me emrin e tij artistik Umetin, për të biseduar mbi Shkupi Onis Finest, koncerti që do na mbahet me datë 28 qershor, domethënë ditën e shtunë, me fillim në orën 1. Përshëndetje dhe shumë kënaqësi të të kem sot në studio. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën pikë së pari, se jeni një ndër të paktit që na thrisnin kësaj emisioni. Domethënë mund Shkup njohin si Umet, shumica më njohin si Umet, po emrin e vërtet e kam Uri Metemi. Dhe me 28 qershor kemi organizuar një koncert, domethënë unë e kam marrë si iniciativë të organizojmë, është e mbuluar prej Ministrisë Kulturës, domethënë financohet prej Ministrisë Kulturës dhe janë të ftuar disa artistë që menoj unë që janë më eminent për me qenë pjesë atij koncerti atë ditë. Dhe është ditën e shtunë me 28 qershor në orën 1 të pasdites. Si emisioni në pasditë. Pikërisht. Umet, se dhe unë do vazhdoj të flas kështu. Atëherë, para se të dalim tek koncerti, sqarojmë pak rrugtimin tënd, ndoshta në pika sa do të shkurta si do duash ti, dhe po ashtu na përshkruaj pak emrin, apo si vendoset mbi këtë emër artistik. Emrin zakonisht është prej fjalës arabe Umet, por ka mundësi që edhe prej emrit mbi emrit kombinimi shkronjave del Umet. Urim, Umë, edhe etemi, Umet. Rrugtimi është prej viteve 2000-ta, domethënë kur fillon hip-hopi geg, se para saj ka qenë tosk. Zakonisht kemi kënu me gramatikë që thuhet. Hip-hopi geg daton prej 2000-tës e këndej. Prej vitit 2000 kam fillu dhe kam pas grupin tim. Grupin që kam pas ka qenë low budget, por në atë kohë kanë ekzistuar disa grupe. Në Shkup ka qenë Pike 5, Zona Terit, kanë qenë domat vjetër se ne Gjepat e Zbrazur. Kemi pas, atë kohë ka pas, Flux ka pas. Pse se rinia e mur një frym masi u liru Kosova prej luftës, atje filloj më hip-hopi me marrë një hovë më të madh, dhe ajo frym erdhe edhe te ne, ka pas edhe kogja artista edhe në Shkup. Do të ndikimin e erdhi nga Kosova? Jo, ka qenë ndikimi edhe këtu, se ne kemi pas hip-hop edhe para asaj, po ndikimi me fuqi erdhi se Kosova filloj me prodhu shumë artista. Edhe të ne fillun me të madhe me u prodhu. Po kush mbjetun që ata që në atë kohë kanë shkrujt ma tekstet. Do me thonë se hip-hopi kryesisht në atë kohë është bo ma social, ka qenë ma underground zhandër që thirët, dhe ka qenë ma originali. Tash me këtë trejen ka ndryshu gjithë shka dhe ma nuk kemi dalë në prej lojës, si thutë, se ma dhe moshe e vënd vetëm, ko gjatë do vite i kemi. Gjithë shka është komercializuar, mund të Po, është komercializu 99%. Si e shohim tash skenën pas më shumë se 20 viteve karrierë? Skena është e njëjta. Muj me thonë e njëjta, se zakonisht publiku vendos për skenën, për artistat, për gjithë shka. Nëse ke publikun, do me thonë një trend, nëse se ke atër ma mirë është dërhiqësh. Përmendë grupin Low Budget. Po. Si u kryua dhe çfarë na solli në vitet 2000? Fillim unë kam fillu si solo artist. Kemi qenë edhe me një grup para se harova ta ceki, ka qenë skuadra e njerëzve të nën tokës. Ashtu jemi thirrë, kemi qenë 5 vetë, po secili u nda formoi grupe të veta, unë mbeta si solo artist. Dhe në atë kohë kishte edhe disa rapera që ishin pak më të rinë në moshë se une, me entuziazëm për të bo hip-hopin, edhe i ftova që ta formojmë një grup. Pas si doja la me emrin, si ishte koha e ishmi kret me kushte shumë dopta, edhe thash pse si alam low budget, pse një buxhet i dobët me kriju diçka. Edhe ashtu edhe fillum me producentin e njohur që tashmë jeton në Amerikë, Artan Kastratin. Na ka ndihmu kogja si shumë, se në atë kohë një inqizim ka qenë mbi 100 euro. Ne me kushtet që kemi pas s'kemi mujt, po ka pas një bashkëpunim, ne kemi shujt tekste për këngëtarët e festivaleve, pa mërë parasysh çfarë, edhe si shpërblim s'kemi dash pare, po kemi dash inqizim falas. Edhe kemi arrit deri une në vitin 2005, e bon albumin tim, albumi quhet Letra 1998, edhe është një këngë, e kam ashtu titullohet. Pastaj njerëz të low budgetit që thuhet nisën shpërndana për botë. Do me thënë, do shku në Austri, do mbeten këtu punësune, ma e lanë ato, po unë vazhdova edhe një kohë, deri vitin 2015, dhe tani ma fillova me stagnim. Nxershëm dhe një këngë, ma nuk është ajo energjia që e ke pas kur ke qenë ma i ri. Tash se obligimet familjare, puna, profesionin që e kam si profesori gjusë angleze dhe hip-hopi nuk përputhen, se këne edukatori, këndej ke kanga që ka pak edhe të shame ose diqka.
Mirë po, kryesisht hip-hopi është poezi, mirë po poezi moderne dhe poezi atë që e shef. Dhe me thonë, shka shef, aktualitetin e përshkruan me rima dhe normalisht që dikun do kesh edhe mlefin edhe do të shash. Ka qenë vështirë se përmendëm anën financiare që po se po i ka pas ato sfidat e veta, por gjithsesi ka qenë vështirë pikërisht të pranohet ndoshta më shumë si rrymë apo të kuptohet le të themi. Po, jo, më me thonë që ka audiencën e vet e ka se e ka audiencën e vet që pa marrë parasysh që ne edhe patëm e 20 maj, e patëm një koncert në Qarshi si provë për këtë madhën tash që do të organizojmë, do me thonë njerëzit prap vinë. A e bën hymjen 5 euro, se e bën 300 dinara, pa pare, si do qoftë vinë njerëzit. Po ne zakonisht çdo herë kur kemi organizu koncerte, ka qenë falas. Kush do në me ardhë vjen. Kryesori është suporti dhe respekti që i për ndaj neve, se ne çdo herë kemi luftu për ne që kemi bërë këtë zhandër, çdo herë kemi luftu për respektin, për socializimin, mos të ketë ndarje në për lagje, sikur aktualiteti tash që është. Dhe çdo kemi luftu për një të ardhme më të mirë për rinien, edukim, t'ju japmi nëpërmjet teksteve, domethënë tekstet kanë qenë kryesisht edukative. Domethënë këtu kanë qenë disa nga mesazhet që janë përcjellur në këmbët e juaja. Edhe kemi arrit besoj. Kemi arrit besoj sepse tash i kemi edhe disa artista prej Shkup, domethënë nuk shuhet. Hip-hopi në Shkup nuk shuhet. Nuk jemi une tash këtë gjeneratat pak më të reja se une Lushi, Anarkeri që do t'jenë edhe pjesë e koncertit. Domethënë nuk u shujt, tash ka edhe 3 prap. Janë edhe disa artistat që janë tash momentalisht aktual edhe punojnë për hip-hopin. Është Nerosi, është Bleta Përtace, kemi disa artistat të cilët veçma vazhdojnë me atë tempon e njëjtë. Kemi lanë, besoj që e kemi lanë një vull që të vazhdojnë, domethënë atë rrugtimin tonë. Deri më tash, se besoj koncertin do kemi të shtunën, do më thonë si duket rrugtimi s'është që ka mbaruar, do vazhdoj. Deri më tash disa le themi nga kulminacionet apo kulmet. Kulminacioni im ka marrë në vitin 2008. Kisha një mbrëmje në Ferizaj, nëse ta shpjegoj si historik. Një shok i imi hap diskotek në Ferizaj, edhe më fton mu pa pagesë. Se thot ditë e parë, s'di si do e kam punën, edhe unë si shok, thash mos më përmend financa, se unë vetëm fjalën që ma thave është mjaftueshëm. Edhe unë kam pas një këngë atë kohë që nuk e kum pas incizu. Edhe në atë mbrëmje e kum pas këndu, fune krye live. Edhe ai ka qenë tonisti dhe e ka dëgju këngën. Edhe mu më thot, a e ke të incizu me këtë këngë? Jo. Dhe më qonë me një studio, qatë mbrëmje, me mas koncert, më thonë 2-3 mëngjesit gati, edhe unë incizoj atë këngë, dhe ajo këngë ka qenë ajo që ma jep mu hovin për me dalë emrin në shesh. Dhe më thonë, prej 2000-ën dhe në 2008-ën ne kemi punu jo për famë, po veç t'i kemi, kryesisht këngë t'i kemi shpërnda në për lagje. Një CD e kemi shpërnda se cili taket, ta ndëgjon, po që me dalë jashtë kufive që i thojnë, 2008-ën e marrë hovin e parë dhe 2009-ën e kam pas kulminacionin tim të karierës, deri në 2011-ën. Pastaj filloj me ndryshue hip-hopi, erdhë kjo modernizimi tash që tjere trap, loj si, dhe e jona veç më nisi që shkon në harest. Edhe nuk është që harohet, por në Amerikë shembull, populata është shumë më e madhe atje dhe ende ka për shembull artistat që punojnë me stilin e vjetër dhe janë ende aktual. Te ne nuk mundet se nëse ti shkon me një mbrëmje me një restorant dhe të vinë ose një diskotek, pa marrë parasysh, të vinë 50 vetë, pronari më nuk thirë. Se e din që ai fitimin e vetë së ne kanë zirë, a këto artistat e ri binë rini shumë, edhe të dy palet janë të knatë. Po, qësësi, as mendojmë që kanë të pak të ndonjë ndjenja, po, le themi, nostalgjie, kundrejt hip-hopit më të vjetë. Krejt këta artistat e ri tashti, krejt kanë qef me pas një këngë në album me një artist prej të vjetrive dhe mundon të adaptojnë stilit të ati, jo të më shtin mu të bona unë në stilin e ti, po ata kthehen të stili jem. Prape kanë një, pa tjetër e kanë një, tashti edhe Gjetuar Selimi kishte një album, e kthej hip-hopin një 20 vite mbrapa. Do me thonë, i kthej këtë artistat në bazat, që thojnë. Do me thonë, prape është esenca, do me thonë, prape është temeli hip-hopit ajo e vjetra, old school-i që thire. Se përmenda Amerikën dhe e kam parasysh sidomos të këto ngjarjet e fundit, eventet e fundit, që po pritën shumë mirë ndoshta hip-hop artistat që po rikthejnë një frymë më të vjetër që kishte hip-hopi. Po shif, ata kanë
manifestimet ndryshme, ata kanë edhe gazetat e tyre, që janë aktuale ala në Amerikë, dhe ato zakonisht çdo vit e bëjnë një farë si manifestimi, dhe i thirrin çdo artistat e vjetër. Dhe besoni që audienca çdo rinkam kur dalin artistat e vjetër, se ata dinë me respektu të vjetër. Po jo që të ne nuk është e njëjta. Që kretë artistat që i përmenda 3 tash që janë, prap me mua ose me dikon që është i gjeneratës time, e kanë atë respektin e veçantë. Domethënë edhe nëse jam i ftuar taj në mbrëmje, do ta kam një vend të posaçëm ku do të jam i ulur. Prapë kanë atë që thënë anglisht the roots, i japin respekt rënjës. Rënjës, prej nga ku lindi gjithçka e themi. Po esenca e hip-hopit modern edhe tradicional, me thonë, është e njëjta sepse rimimi është i njëjtë. Mënyra se si repovatët është e njëjta. Vetëm melodia është pak më ndryshme, është më moderne, ritmi është pak më ndryshe, sepse hip-hopi me elementet e soja që i ka, duhet me pas kujdes edhe në ritmin si e vendos në këngë. Ka disa elemente të cilët duhet të jesh i përpikt në ato. Unë me të përmënde edhe kulminacionin tëmë, po edhe faktin që ke marrë pjesë në Ferizaj, po ashtu dhe jashtë akufime të Maqedonisë. Kemi pasur rastet të tilla shpesh, dhe më thënë, qoftë bashkëpunime me shqiptarët andej kufirit, ose... Kanë qenë një band në Ferizaj, Fermatik janë tirë, me ato kam qenë kogja në bashkëpunim. DJ Spliff është i Ferizajt, gjithashtu, Bim i Prishtinës, e kam bashkëmik kështu, Tejstu është reperi vjetër që e kam mik, Gjakovës e kam pas një Gent, edhe atë e kam pas shok. Në më thënë, gjdo qytet, Gjilan, Pej, pa marrë parasysh në Kosovë, se shife, në Shkup, në atë ko, hip-hopi e ka pas një pasqyre shumë negative. Nëse ke qenë reper, 100% je marrë me punë të këqia. Pra ndaj dhe pyeta, më paraprakisht se si Kosova është nuk e ka pritur pas këtë përgjithësi nga problem. populata. Në Kosovë ky problem nuk ka qenë, se rinia e ka dashur edhe s'ka guxuar më i vjetri me fol kundër saj. Kurse te ne, nuk na shifshin rrugëve neve me pantallona më të gjana, si ja, shifi këto, se ka qenë një numër shumë i vogël i artistave. Unë kur them 2000-2005, ngishta ke shumë numër unë Shkup sa artiste në ka. Ka ndryshuar ky le themi paragjykim kundrejt nga shumica, jo vetëm nga audienca. Rinia tash nuk ngon muzikë tjetër po si pop. Po si popit. Edhe kemi edhe më të pranishëm le themi në media edhe në televizionin, po e përgjithësi rrjetet sociale gjithandaj. Kosova kryesisht e ka tempon e njëjtë, domethënë nuk ka ra. Te ne me ardh një artist në Qarshi, besoj që Qarshia mbushet. Nuk është që s'mbushet. Kemi pas rastet ndryshme me tingujt e Qarshisë, me lloj-lloj. Me muzikun qëndroj shumë mirë, me 2 vëllezërit, i që i përshëndes ata 2. Bashkëpunime kam pas me UFO Klik të Prishtinës, kanë qenë. Kam qenë promovimin e albumit tyre 2008-ën, kur e kam promovu. Promovimin e albumit tim e kom bërë në Kapanan në Shkup, në 2007-ën dhe në 2009-ën në Prishtinë gjithashtu. Njëjtin album. Kam qenë në emisionin në Urban FM, tash s'po më kujtohet ai moderatori, po e di që në emision ceki që CD-ja ti kisha me veti unë për t'i shpërnda, te sheshi Newborn, nuk më mjaftuan CD-ja për t'i shpërnda. Do me thonë, kanë ditë me dhonë respektin, edhe pse kemi qenë ne si shkupian, se zakonisht janë ato lokalizmi është, lokalizmi, po, por në hip-hop nuk është ky problem. Që edhe me palën Maqedonin Shkup që i bëjnë hip-hop, kemi pas edhe aty bashkëpunime. Me ish kryetarin e Shkupit, Koce Trajanovski, kemi pas një koncert Ideja e Mirë, ka qenë është mbajt të ura e gurit, edhe muj me thonë i pari hip-hop artist që ka këndu në urë të gurit jam. Kemi qenë disa bende prej krejt Maqedonisë dhe nuk kemi pas probleme as pi publikut, as pi asojt që shere volte pse Shqipër të kënosi dishka. Hip-hopi është si një familje në veti. Një rrymë që bashkon. Po, është një, muj me thonë, krejt njerëzit është si një nacionalitet në veti, krejt jetojnë njësoj. Nëse është Maqedon ose ti e shqiptar, ajtë shef si kur hip-hop artist është një dashamir i hip-hopit ose një që don hip-hopin edhe në atë aspekt edhe biseda fillon me ato persona. Është njëra nga rrymat, mund të them që ndoshta fitohet respekti dhe mbahet, më thonë se je një artist i vërtet që jep hip-hopit. Po, që ajo shumë me rëndësi është, se nëse je hip-hop artist i cili nuk e bën atë çështje jeton dhe nuk e këndon, nuk i do ta kesh respektin Shkup. Do të thotë nëse je person që i respektohesh prej gjithëve, dhe në tekste i njëjti realist, beso që respekti kthehet njëjtë. Umet, do në mbahet Shkupi on its finest koncert me datë 28 qershor këtë në ora 1.
këtë kërkesë e kanë pasën shumica e njerëzve që na i kanë dëgju këngë. Që vetëm ta caktoj përveç se reper veti, po ashtu je ideator dhe organizator i këtij koncerti apo jo? Po ideja nuk ka lind që sot, domethënë idenë e kemi pas shumë më herët, po nuk na u ka dhënë mundësia asnjëherë. Përpara Ministrisë të Kulturës shembull me përbiru ka qenë shumë më vështirë. Ose ke përbiru, po pagesa është bërë shumë e vogël që asuni ke mbulu harxhimet e artistëve që ke pas mi bo, se puna koncert nuk është punë e vogël. Kur të thuhet për koncert është diçka madhështore dhe e madhe që lip organizim më gjatë. Nuk po flasim vetëm le të themi për një paraqitje në një klub natë ose një. Se me qenë unë misafir i ftuar me një koncert nuk më intereson fort kush e ka organizuar kry punën time dhe dal. Po kur ta kesh ti me organizim, duhet ta gjesh zërimin, ndriçimin, e vendin, e bina, e publiku më informue, duhet me bëhesh shpallje nëpër media. Siguria mbi të gjitha. Shumë me rëndësi edhe ajo është se vinë lloj-lloj njerëz dhe shumë se në raste në për koncerte ndodhen edhe incidente, po kur janë mbajt hip-hop koncertet, pa marrë parasysh incidentet janë shumë më të pakta. Edhe pse hip-hopi e ka një pasqyrë shumë negative. Domethënë incidente ka më pak. Do të mbahet në Shkup, në hapësirat e komunës tonë Çajër, domethënë kemi edhe lejen prej komunës, që mujmë me shfrytëzu një prej hapësirave të parkut Çajrit, ashtu janë edhe rregulloret e Ministrisë të Kulturës, sa të nuk lejojnë me mbajt me një restorant ose një kafiteri ose bife, po duhet tjetë pa tjetër ose teatr, ose ndonjë sallë e madhe, ose hapësire hapur. Si vjet i fitum pak finansat, mu i me thonë, pak më të mira, dhe me Lushin ullëm me bisedu rreth kësaj, se me atë dësha dhe me baon, edhe ai më tha, këshirë Allah, mos i këshirë finansat fund e fundit ta, po hajtë pe bojmë se njerëzit janë të lypë na shofin. Tash mire ki. Tash edhe ullëm e punum, tash në fillim e bënëm që të pranojmë njerë dhe artista të rritë, ja hapëm ja dhe hapësirën atyre ma shumë. Edhe plan programi si e formum ne ishte që ne matë vjetëri ta kemi timingun ma të shkurt, që t'ja hapëmi ma të rive mundësin se s'po ju ipet. Me 20 maj, kalum mirë, dhe me thonë hapësiri i dham një artisti Omerit, ai Nerosi, po tash të maj është shprëngull në Gjermani, tash e kemi ndruhe, kemi marrë një artist tjetër, po pra punë e Lushi jemi tandem, që do të shkojmë ta në kohën, po nuk do të mbarojmë me kaq. Kjo do të jetë një sikur kthimi për me vazhdu matutje, edhe Ministria e Financave nëse pranon projektin me gjitha melmeset që thojnë, si duhet, në motë jo s'është çudi që do të bëhet diçka ala më e madhe. Ala më e madhe. Domethënë, do kemi të pranishëm edhe artistat të rinj. Po, do t'ja hapun hapësirën disa artistave të Shkupit që asnjëherë ndoshta nuk kanë dalë. Do t'ju jepet një timing një ose dy këngë t'i këndojnë, se kryesisht ne duhet jemi se Ministria e Kulturës emrat i ka kush do t'jenë pjesëtar. Po unë do t'a bëj një ndryshim të vogël, do t'jap prej hapësirës time dikujt një asi, besoj që publiku do t'i pranon edhe ata, se esenca e artistit tri është se si pranohet për publikut. Nëse pranohet mirë, ati i nis vullneti, alo më i madh që të bëhet. Momentin që një artisti i ndërpriten mbrëmjet, nuk ka atër normal që edhe motivimi i bjen edhe e len krejt në fund. Qështu edhe jemi si natyrën e shqiptarët, as po het leje. Shumë e vërtetë. Dhe po ashtu besoj shumë rëndësishme edhe shtysa apo mbështetja, sidomos nga dikush që ka ecur në ato hapa para. Po tash unë çdo herë kam qenë që edhe Lushi edhe këto e dinë se çdo herë kam qenë ai që kam dashur mi mbledh çdo herë reperat e Shkupit i kem bashk. Edhe më ia dhoni pasqyrë gjitha lagjeve se repera ka secila lagje. Kur mlidhen kreta e bën që secili prezanton lagjen e vet. Edhe nuk ka urrëtie ndër lagjeve. Pse ta bëjmë? Hajde bëjmë diçka interesant, bëjmë diçka mirë. Kam pas bashkëpunim me një djalë të mahallës këtu të Shkupit, Serovës, me të Gazibabës, Dyqanxhikut, domethënë prej krejt lagjeve me Çajirit, prej gjithë kemi pas bashkëpunime, kështu që nuk ka qenë diçka që domethënë grupi bendi im ka qenë një djalë ka qenë i Dyqanxhikut, një i Gazibabës dhe unë i Fushtopanës. Kështu që bendi low budget është formuar për 3 lagjeve, ky që më të mëdha, më thonë atko që edhe kanë pas hip-hopin veç më aktual. Mund zbulojmë pak më shumë detaje repertuarin, apo do na mbetet për ta ndëgjuar të shumë? Repertuarin, zakonisht unë kënga të reja nuk kam. Njerëzit i dojnë këngët e mia të vjetra akoma. Unë do t'jam nisi me këngët e vjetra, po çdo herë në koncert dush me bëj një novitet. E novitetin s'do ta tregoj, do ta kanë atë ditë në mbrëmje si surprizë. S'është çudi edhe unë e Lushin do një bashkëpunim atë ditë pa prit mas para publikut. Që s'kemi bo, muj me thonë, 10 vjetë. Se fillimet e karierës Lushi kur ka qenë, kanë qenë 2 grupe në Shkup, kanë qenë një grupë 26 crew, edhe zonaterit Lushi që e ka vazhduat
legësinë e vllaut vet, se vllau vet ka qenë pjesëtari i zonës Terit, pastaj ata u pensionuan me një fjalë, vazhduan lushje edhe shoqënia e tij. Ata punuan një këngë me një artist pak më të vjetër, moshës time, më thon. Unë e bona me lushin me këto. Kështu që ja u dham hapësirën, na shfrytëzojnë edhe neve në për këngët e tyra. Kënga është pas prit në atë kohë shumë mirë, se u pat bën një ndryshim, jo ndryshim, po më thon një kombinim i një stilit pak më të vjetër me një stil pak më i ri. S'ka pas kogja shumë ndryshim se Lushi e ka vazhduar tonën, po prap dallohet një farë ndryshimi në aspektin e rimimit, interpretimit e kështu me radhë. Përpos juve, këtë tjetër do kemi prezent? Se përmenda edhe ca emra të rinj apo do na mbesin edhe këta për shkruar të unë do jemi unë Lushi dhe Jusuf Ahmeti me Nofkan Anarkeri, po ajo është i njoftun në shumicën e rasteve si Ice. Ka po shpunu me Allokun, ka qenë disa rapera të Shkupit. Edhe do ta kem pjesëtar të këtij manifestimi. Se më herë që ideja vetë se ka ekzistuar shumë kohë më parë, është kërkesa ndoshta njerëzve e publikut për të rikthyer ju apo dhe vetë dëshira juaj që të riktheheni përsëri publikut. T'ja u bëjmë qefin, që thënë. Apo doni që? Po ja u organizojmë. Po zbesoj që do të ndalon me kaç, do të thotë njerëzit muj me thonë, ma shumë se 10 vite ka ndosh që neve të na shohin skenë. Kurse është tash koha, ishte kryesisht nga financat, apo si është edhe nga... Po, shife, çdo herë artisti normal që njeri këshirë dhe financat e vetë. Tash të unë të bëj organizim të koncertit, ta organizoj, ti shtypi flajera, ti shpërndoj flajera, ato kushtojnë gjithë shka. E tash nëse unë s'marr kur gjo, se ne thamë, shumicën rasteve bëjmë pa pagesë, nëse nuk e kemi atë feedbackun e pagesave, atër për kot harxhime me bo. Ashtu e marrë një kafe të shokut, më lidhemi, këndojmë një natë, pim, hamë edhe shkojmë shpej për qef. Po, pa tjetër që duhet ketë një mbulim i vogël. Tash të edhe këta artistat e ri, pak janë edhe, që me thonë, pa finansa dhe së një thirë. Ashtu, e vërtet. Edhe është shumë normal, nuk e zot absurd pse po lyp ky. është ashtu si që duhet të shkoj, faktikisht. Realisht, me këshirë rogë dush me marë. Kur një artist, se zakonisht në Shkupun e gjithër kam qenë kundër asaj, tingujt e qarshijës duhet marim pjesë artistat e Shkupit. Jo të vim misafir për jashtë, jo që jam kundër tyre. Po ti kur e bjen një artist për jashtë, pa i nuk të vjen be nër 10.000-15.000 euro. Kur ke mujtë me mbledhën 10 artistat e Shkupit, ndoshta me gjysmën e saj edhe e mbulon. Se edhe ne kemi shoqënia secili i bjen ka 200-300 njerëz aty. Pra bot atmosfera. Dhe po ashtu shumë e rëndësishme të promovohen dhe vetë vlerat artistike që kemi në vend. E Ministria e Kulturës këtë e jep si opcion çdo herë, po aplikimet janë shumë të ralla, se çdo herë kemi shku në atë variantën lejen Maqedoni nuk i hipën, edhe me këshir holl 5% shqiptar kemi marrë projekte si vjetë. Një ndër 5% që jam unë, që është për të ardhë keq, por për udhëheqësja e projektit tim është Maqedonia dhe jam prit shumë mirë prej saj. Do me thonë, ajo nuk më ka këshirë mua. Ajo nuk është ndoshta ajo që i cakton kush, po kemi zavendës ministrin tonin, pak si politik tash përhi, po mundet pak me bëni ndryshim, një 20%, 25% artistave, jo që s'kemi artista, kemi të lloj-llojshëm, çdo zhandrit, se artist nuk do me thonë vetëm këngëtari, mund me qenë edhe një pikturus, një poet, një skulptor, një valltar, një kultura në Shkup kryesisht ka ra niveli i kulturës. Shkaku edhe i manifestimet janë dopta, organizime në qarshi nuk ka mjaftueshëm. Muj me thonë më njerëz jemi votë qajtoreve edhe nuk kemi nevojë për kulturë. Kryesisht besoj gjithçka vjen nga mungesa e mbështetjes pikërisht edhe pastaj. Edhe ajo e ruan rolin kyç është edhe mbështetja. Po nëse e shpeshtojmë lind tani, edhe kurreshtja e publikut të ka se mirë po bëhet. Hajde shkojmë me këshirim. Hajde me mbledhmë, nuk është diçka që se ashtu qarshia tan ditën është e mbushur me njerëz. Pse bëhet një manifestim i vogël, njerëzit si janë tu kalu mlidhen edhe bëhet prap një atmosferë mirë. Kështu që jo që ka vdek kultura atë, po është me një shurje momentalisht. I duhet një ringjallje. Duhet patjetër. Ose nuk janë njerëzit adekuat të punësuar në për ministrit për kulturën. Nëse i vendos njerëzit adekuat, kultura do të gjallërohet. Nëse janë njerëz që nuk dinë asgjë për kulturën, nuk dinë edhe s'kan ide. Po shumicën e rasteve duhet marrin edhe këshilltar. Pse s'marrin këshilltar? Këshilla ka lloj-llojshme. Jo që jam umeti e dikushi, po
sa do pak për kulturën e hip-hopit, muj me bo një farë organizimi, ala ma të mirë, muj mi mledh kretë kratrit se e kanë respektin dhe me edhe kështu që i mledhi pa kur farë problemi. Jo, në përgjithësi tek ne qëndron ankesa, le themi, e gjithë komunitetit artistik sa i përket mbështetjes financiare nga institucionet dhe nga... Po që e kam edhe shok, e kam edhe Ismet Ramadanin, drejtorin e teatrit Shkupit, shqiptar që është, edhe ai thotë mbështetja është shumë e dobët. Tash pse se bëni tash shfaqjen çajtora. Mos e bënin teatr, teatri është term. Tash njerëzit edhe nuk e dinë ndoshta edhe rrugën deri atje. Njerëzit duhet me fillu prej në lagje, tani fillon. Edhe emisionet shembull duhet të kenë më shumë që sikur ju që na keni ftuar neve. Shumica edhe shikuesve ndoshta edhe nuk e dinë këtë zhondër që e bëjmë ne. Tash ne kemi bëj hip-hopin e vjetër, po hip-hopi i vjetër është më për gjendjen sociale, kemi këndu për gjendjen... është me më ndikim, le të themi. Më me ndikim në aspektin e asaj për me bo një përmirësim të asaj se si ne jetojmë dhe si duhet ne të veprojmë për lagjen, për familjen, për gjithë shka. Do në mbahet nëse nuk gaboj në parkun e Qajirit? Në parkun e Fushë të Panës, se parku i Qajirit në duket atë ditë është në zonë, edhe ne e bënëm një dislokim të Fushë të Panës, të Qarkorja Shqiponjës që është, pak ma poshtë është një park i mirë, është nërhije, se ora 1 është pas dite, njerëz dhe nuk do të dalin, ndoshta se vapë, po e kemi gjetë edhe vendin ku do t'jetë me hije, binën do të ne siguron komuna, zërimin këto gjarat këti kemi siguru, DJ është i gatshëm, edhe artistat besoj jemi të gatshëm se kogja kos kemi performu. E dim paka shumë, e presim do një numër, do një shifër, besoj keni ndëgjuar nga mesazhet ndoshta tash më të njerëzve apo publiku, shoqëria. Për publiku zakonisht shkruajnë privat mesazhe, na shkruajnë, aty më ke, tash ti sa do na vinë nuk e dim. Po do të ketë edhe fotografim edhe incizim do të jetë patjetër se Ministria e Kulturës i ka disa pika në cilat duhet përmbahesh kur bën projekt. Do patjetër ta incizojmë eventin, fotografim që të arsyetohet edhe buxheti i cili duhet parashifet për atë. Flyerin e kemi, është në dispozicion, e kemi në rrjete sociale, besoj që edhe ju si media na i lëshut. Këto janë pikat shkurta, kretë që ajo do të mbahet me 28 qershor, në oran 1 pas ditë. Na përmendëm më herë që je dhe profesor. Po. Është, besoj, do jetë interesant për nxënësit e tu që ta shohin profesorin. Po nxënësit e mi zakonisht e dinë se nuk mundesh mi hik asaj, se YouTube i sot se cili din me hap, këta trit janë pak ma shkafët për atë aspekt. Edhe kur jam punësu s'pari herë në vitin 2007, se kogja 20 vjetë gati përvoj punë e kam si profesor, në fillim nuk e kam ditë. Edhe të në kohën kam këshyrë mi hika saj, se s'dojsha me përfshi hobin me profesionin, se të ne është një problem edhe të shoqëria jonë që nëse të shef që ti bën hip-hop edhe i arsimtar, si be, si s'ka marë, si s'dvjen marë, kështu që nuk përzihet hobi me profesionin. Po, nxënësit e din, edhe nuk kemi atë problem, edhe unë për veti s'kam që kam shefi, është diçka që ka qenë. Do do i kesh të pranishëm në... Po, besoj që po. Besoj që po. The që është vetëm le temi një fillim, një hap tutje, nuk do ndaleni me kaq. Jo. E kemi para shumë në mendje si çfarë mund vazhdojmë tutje? Më tutje ne do të këshirmi që çdo vjet të jemi pjesë e Ministrisë Kulturës, më me thonë, se zakonisht Ministrisë Kulturës nëse projekti kalon me sukses, po flasë në ato pikat që ato i parashofin, në mod do të kesh shumë ma lirë edhe ma letë që të aplikohet dhe të mirët grandi, kështu që në mod do kërkojmë pak ma shumë fonde, se dëgjum që edhe do ndryshohet pak ligji i Ministrisë Kulturës, ato projekte që do të anashkalohen, që nuk janë aplikimet si duhet, buxheti që parashifet për ato do të derdhet në projektet tona. Kështu që do rritet buxheti dhe për neve, nëse rritet, planin operativ që duhet ne me dorëzu atje, mujna dhe me ndryshu ndërkohë. Nëse është me 5 artista, mujna me bo me 10. Nuk e kemi problem, po do të këshirë me marrë edhe një projekt i cili është ndërkombëtar, që të mujmë të lidhemi edhe me Kosovën, se edhe atje ka Ministrisë Kulturës, edhe atje kemi shokës që bimbima të istuja, ata marim projekte për Ministrisë Kulturës, kështu që me bo një farë bashkëpunimi që t'jemi në trend të ankon. Po, unë e kam dashtë në mod që ta marrë edhe një dokumentar, se Ministria Kulturës jep edhe për dokumentar, që t'ap një shpjegim madhë rreth hip-hopit si kulturë. Kjo besoj do ishte shumë efektiv. Po, dhe kam pas shumë ideja, kam dashtë me bë akademia hip-hopit, kam bashkëpunim me komunën që ta marrë një lokacion, edhe
me thonë, hajde une do jemaj që e moj akademien, se si rimohet, si shkruhet, mos bish kontradik. Një farë shkolle, se si të bosh reper. Po, ideja ka të lloj-llojshme, po çdo herë dikun është një stagnim, një blokume, dhe nuk mundesh me realizu atë. Kemi pas njerë me bo një koncert nëpërmjet komunës, po nuk mujtëm me ra dakord me disa artista, se disa lypin, disa tojnë s'është problem pa pagesa dhe shkot, u desh më mbajt vjetë në Kurshumlian të Qashis. Vendi ka qenë, lokacioni ka qenë perfekt, për të mbajt, po nuk u bo, nuk e di pse, arsjetime s'pat, nuk kërkova arsjetim, se e pritësha që mund me ndodhë, po tash kur e mora iniciativën vetë, e di që do të realizoj, se vetë e di që prej fune krye i dalë pa kurfar problemi. Për gjitha detajet, besoj dhe nëse duan të informohen akoma më shumë qytetarët, mund të... Po, në rrjetet sociale, ne do t'jemi aktiv gjatë tërë javës, do të publikojmë çdo send që do t'jetë rreth koncertit, rezervime nuk ka se do t'jetë në hapësirë e hapur, janë të ftuar gjithë, është i hapur për jo vetëm të komunës tonë është e hapur për gjithë, mund me ardhë kush don, nuk do zgjatë shumë, se vapa e bën vetën, do zgjatë vetëm një orë, se është koncert, kështu që besoj që do të kalojmë shumë mirë. Patjetër, unë i bëj thirrje gjithëve që ta shkoni dhe ta shijoni koncertin që jeni të mësuar edhe ju si medium, mundeni me ardhen me incizu një sekuencë ose diçka, ndo një intervistë shkurt ta japmi, dhe pasaj ju ftojmë edhe juve të jeni pjesë me 28-in. Me 28 qershor në ora 1 në parkun e Fushë Topanës. Ashtu për gjithë juve që doni të shkoni ta shijoni koncertin. Falenderoj shumë dhe njerëz që gjetën. Faleminderit edhe juve për ftesën, ju uroj për emisionin, inshallah vazhdoni kështu dhe do jemi prapë të ftuar ndoshta më tutje. Patjetër, uroj që të ritakohemi sa më shpejt për të tjera evente apo projekte. Faleminderit shumë. Falenderoj edhe një herë. E tash të dashur erdhi koha t'ju përshëndes dhe unë për sot, duke ju uruar një ditë sa më të këndshme, ne rishihemi sërish të mërkurën, mirëmbëjtje.